Momentet më të rënda në shtëpinë e Big Brother Kosova shpesh nuk vijnë prej debateve të vogla, por prej shpërthimeve që mbajnë mrena vetes ditë, javë, madje edhe muaj të tanë. Ashtu ndodhi edhe atë natë, kur lëndrimi nuk mujti më me u përmbajt dhe vendosi me ia thanë gjithçka drejtë në sy Dolces, atmosfera ishte e rëndë. Banorët tjerë e ndjenin që diçka po zien, edhe pse askush nuk e priste se shpërthimi kishte me qenë kaq i ashpër. Lëndrimi u çua në këmbë, fytyra ishte skuq, syt I shkreptinin prej nervoze, jo prej dëshire për me bë spektakël, po prej mlefit që ishte grumbulluar. Dolce, tha ai me një ton që e preu ajrin, na të kemi pas si diva. Ashtu I e paraqit. Me fjalë të mëdha, me moral, me qëndrim. Po për mu, krejt ajo ka ra poshtë për një ditë. Dolce tentoi me qesh nervozisht, por lëndrimi nuk e la me ndërpre. Për një ditë, vazhdoi ai, ti e hoqe krejt maskën. Direkt I hyre te brekët e limit, pa pik mendimi, pa pik respekti. E ajo që e ban edhe më të rëndë këtë punë, është fakti që ai ka qenë I lidhur me një banore të kësaj shtëpie. Jo çdo kënd, po me Albën. Në atë moment, emri I Albës e ndryshoi krejt energjinë në dhomë. Alba rrinte ulur, e heshtur, syt poshtë. Nuk po fliste, po çdo fjalë e lëndrimit e godiste. Ti e dije shumë mirë këtë, I tha lëndrimi Dolces. E dije që Alba ishte aty, që kishte ndjenja, që ishte e përfshime emocionalisht. E prap, zgjodhe me vazhdu si kur asgjë mos me pas rëndësi. Për mu, kjo nuk është guxim. Kjo është mungesë respekti. Dolce u përpoq me u mbroj. Unë s'kam detyrim ndaj askujt këtu, tha ajo. Unë jam këtu për veten tem. Jo, ja ktheu lëndrimi me njëherë. Je gabim. Kur hyn në këtë shtëpi, kur jeton me njerëz 24 orë, ke detyrim moral. Nuk po të thot kush me u sakrifiku, po mos me shkel mbi tjetrin. Zani I tij u rrit, jo për kamerat, po sepse dhimbja po I dilte jashtë kontrollit. Alba nuk e meriton këtë, tha ai. Ajo ka qenë e sinqertë. Ka qenë e drejtë. Ti, përkundrazi, ke ardhur me ushit si diçka që nuk je. E për një ditë e tregove fytyrën e vërtetë. Në dhomë ra heshtje. Banorët tjerë shikonin herë Dolcen, herë lëndrimin. Disa tundnin kokën, disa shmangnin shikimin. Ishte e qartë që kjo nuk ishte veç një akuzë, po një pasqyrë që po I vijej përballë. Dolce u ndje e sulmuar, por nuk kishte shumë fjalë. Çdo tentim për me u justifiku duke I zbrazët përballë situatës. Alba, ende pa fol, kishte lot në sy. Jo lot spektakli, po lot shgënjimi. Unë nuk po flas prej urrëties, e mbylli lëndrimi. Po flas se kjo shtëpi po I sheh krejt. Publiku po I sheh krejt. E jashtë, njerëzit din me dallu kush është I vërtet dhe kush është veç rol. Kjo përballje u konsiderua nga shumë kush si një nga momentet më të forta të këtij sezoni. Jo për fjalët e rënda, po për të vërtetat që u than pa filtr. Sepse në Big Brother, maskat bien shpejt. E kur bien, zhurma që bajnë dëgjohet shumë gjatë, në fund, mbeti një ndjenjë e hidhur në ajër, që jo çdo veprim falet, jo çdo flirt harrohet, dhe jo çdo div del me qenë ashtu siç duket në fillim.